Konfirmohet se përfaqësuesit e SBA-s dhe Iranit do të takohen të premte në Muscat, në një përpjekje për të hapur kanale dialogu mes dy vendeve, të cilat tashmë po përballen me tensione të larta. Mbajtja e takimit ishte në rrezik për shkak të kundërshtimeve të Teheranit për përfshirjen e programit të tij raketor në bisedime. Irani theksoi se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga zhvillimi i raketave, ndërsa Washingtoni e sheh këtë si një kërcënim të drejtë-për-drejtë, pasi zhvillimi raketor mund të lidhet me programin bërthamor iranian, i cili sipas Teheranit ka vetëm qëllime paqësore. SBA dhe Izraeli paralajmërojnë se ndërthurja e këtyre dy programeve mund t'i sigurojë Iranit kapacitet për prodhimin e armëve bërthamore me fuqi shkatëruese. Pavarësisht tensioneve, çështja e përfshirjes së programit raketor në agjendë mbetet pjesë e diskutimeve në Muscat. Delegacioni amerikan do të udhëhiqet nga Steve Witkoff, i njohur për rolin e tij në procese ndërkombëtare paqeje, ndërsa pala iraniane do të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Abbas Araghchi. Skena diplomatike zhvillohet në presionin e madh ushtarak. Flota amerikane ndodhet pranë Gjirit Persik dhe pret urdhër nga presidenti Donald Trump për sulme në rast dështimi të bisedimeve. Trump ka paralajmëruar ndërhyrje ushtarake, ndërsa Irani ka paralajmëruar hakmarrje të paprecedent ndaj objektivave amerikane në të gjithë rajonin, duke rritur rrezikun e një konfrontimi të hapur. Ky takim shënon një moment kritik në përpjekjet për stabilitet në lindjen e mesme, ku çdo vendim mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta për sigurinë rajonale dhe globale.